Shkruan me Sly Murrizi. Kantina VIP me vera rreth 4-5 milion euro e koordinatorit të qeverisë me Skapos, ose siç i thrasin me përkëdheli Palloshit dhe çunave që administrojnë çdo tender e koncesion në Shqipëri. Kjo video tregon qartë që ka verat markave Romano Conti me vlerë 30.000 euro shishja, Petrus me vlerë 4-5.000 euro shishja, Pavia me vlerë 3-4.000 euro shishja, dhe pastaj vera dora e fundit si Ornelaja, Gaja, Sasikaja, Opus One e tjerë me vlerë qesharake 400-500 euro shishja. Pasi u mbajt proces verbali për rreth 1180 shishe dhe u filmua kantina në mbikëqyrjen e SPAK-ut dhe të BKH-s, me që shishet ishin pa pull fiskale, pra pa paguar akcizë dhe pa u zhdoganuar, atëherë u thirrën usallarët e doganës antikontrabandës dhe hetimi doganor për t'i sekuestruar. Sipas ligjit, i gjithë malli duhet sekuestrohej dhe të dërgohej në magazinat e drejtorisë së doganës Tiranë, derisa me vendim gjykate të konfiskohej. Mirë po, për habi, malli u zhduk dhe menjëherë prokuroria e Tiranës njofton se ka shpallur në kërkim Eno Agasin. Kam disa pyetje për prokurorinë e Tiranës. Ku e mori vesh prokuroria se shishet e verës me vlerë 4-5 milion euro i pas ka marrë qytetari Eno Agasi? Ja tha policia me doganën se doja kenë ngarkuar vetë shishet në furgon, apo policia, dogana dhe BKH kanë ikur 2-3 orë të flenë gjumë dhe i kanë thënë Enos, hajde ruaj pak derisa të zgjohemi ne nga gjumi. Çfarë faj ka Eno, apo kush do Eno tjetër që mund t'i ketë marrë këto shishe kur këta që duhet i sekuestronin ose t'i ruanin nuk ju plasi fare për këtë punë? E pse duhet i linte Eno apo Enot që këto shishe të sekuestroheshin, pastaj të konfiskoheshin e pastaj të shkonin në rezervat e shtetit dhe të shiteshin me ankanë, se prap po çunat do t'i blinin, madje me një çmim shesharak se do të bëheshin të skaduara me dokumente. Kështu që për efekt kohor nga organet shtetërore u vendos pa vendim, por me mirë kuptim që vera të shkojë tek i Zoti, por në një kantinë ose magazin tjetër dhe SPAK, BKH, dogana kanë proces verbalin dhe videon si kujtim e nuk ju plas fare për verën e Skapos së Palloshit. Kjo ngjan fiks me një barsolet të vjetër kur shkon një pianec për të bler mish në një dyqan dhe pasi paguan e merr faturën i thot shitësit që mi bëj gati se do viti marrë më vonë. Vjen orari që shitësi do ikte të flinte gjumë, një lloj si këta që ruanin verën dhe mbyll dyqanin duke ja lënë mishin varur në dritare. Kur vjen pianecit marr qesen me mish, sheh që mishin po e hanin qend në rrugë. Ai i pir tap dhe duke qeshur qëndron pak i habitur dhe pastaj u thot qenve, "Mo plasi mua se po e hani ju mishin, unë faturën e kam në xhep."